faktet fetare, nëse i referohemi argumenteve fetare, qofshin ato në Kur'an ose thanjeve të Muhamedit a.s. japën me kuptu se të gjitha faktet që kanë ardhur, pra feja islame ka ardhur për të dy gjinit, për meshkuj dhe femra. Për atë arsye, në mesin e këtyre fakteve që flasin në këtë kontekst, thot Allahu: "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jamian." Thuju o ju njerëz, un jam i dërguar i Allahut për gjithë juve. Pra për gjithë juve, këtu futet edhe femra, në të gjitha moshat prej moshës së puberitetit, kur faktikisht dhe fillojnë obligimet ndaj saj. Pastaj thot Allahu: "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ne ty të kemi dërguar për mbar njerëzin. Pra, këtu futen edhe femrat, siç futen meshkujt, beshiren vë nedhira, përgëzues, lajmtar dhe çortues. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, mirë po shumica e njerëzve kët nuk e din, kët pra nuk janë gjendje të e kuptojnë dhe të njohin. Pra këto dy fakte edhe të ngjashme japin me kuptu se ky është koncepti gjithëpërfshirës ose universal, se në të gjitha segmentet ku thirret mashkulli për një urdhër për ta kryer ose ku ndalohen në diçka, hyn aty edhe femra. Pastaj mesazhet kuranore ju drejtohen të dy gjinive. Pra të gjitha ato fakte që gjenden pra në Kur'an dhe në sunetin e Muhamedit a.s. sukur që janë mesazhet ja juhen nas, o ju njerëz, ose ja juhe ledhine amenu, o ju besimtar, ose ja beni Adem, o të biti Ademit, këtu futen meshkujt dhe femrat pa dallim.